Revolucioni i Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, është një nga ngjarjet më frymëzuese, më shpresdhënëse, më rënqethëse, më pikëlluese dhe më ndikuese në historinë njerëzore. Kjo tragjedi përkujtohet çdo vit nga besimtarët mysliman dhe veçanërisht nga dashamirësit dhe pasuesit e Ehli Bejtit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ky përkujtim quhet matem. Matem është fjalë perse që në gjuhën shqipe do të thotë zimbajtje, e cila mbahet në përkujtim të betejës së Kerbelas, që u zhvillua ndërmjet ushtrisë së Jezidit, i biri i Muavijas, nën komandën e Ubejdullah ibn Ziyadit dhe ndërmjet Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, së bashku me familjen dhe shokët e tij. Në këtë betejë të përgjithshme, ra dëshmor Hysejni, i biri i Aliut, nipi i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, së bashku me 72 dëshmorë të tjerë prej familjes dhe shokëve të tij, mes tyre edhe foshnja 6 muajshe, djali i Imam Hysejnit, Abdullahu. Kerbelaja ndodhet në jug të Bagdadit, kryeqyteti i Irakut. Largësia mes Bagdadit dhe qytetit të Kerbelas është afërsisht 105 kilometra. Kerbelaja hyn në kategorinë e vendeve të shenjta për besimtarët mysliman, pas Mekës, Medinës, Jeruzalemit dhe Nexhefit. Betejë e Kerbelas dhe revolucioni i Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, pati dhe vazhdon të ketë ndikim të madh jo vetëm te myslimanët, por edhe te popujt e tjerë me besime të ndryshme. Gjithashtu, edhe te personalitetet e shquara botërore në lindje apo në perëndim, të cilët flasin me admirim e respekt të madh për këtë betejë dhe për personalitetin e lartë të Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të. Mahatma Gandhi, 1869-1948, udhëheqësi politik dhe shpirtëror i Indisë, ka thënë: "E kam studiuar me detaje jetën dhe veprën e dëshmorit të madh islam, Imam Hysejnit." Pas një leximi të kujdesshëm, betejë e Kerbelas më mësoi se nëse India dëshiron të arrijë fitoren, duhet të ndjek rrugën dhe shembullin e Hysejnit. Kryengritja e Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, është një epope humane dhe shpirtërore, e cila pavarësisht shekujve që kanë kaluar, ende vazhdon të shpërthejë emocione dhe të ndezë ndjenja. Ai së bashku me shokët dhe familjen e tij duruan dhimbjet dhe torturat më të tmerrshme. Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, me gjithë mundësitë e tij të kufizuara dhe mungesës së përkrahësve, qëndroi i palëkundur dhe dha mësimin më të mrekullueshëm të sakrificës dhe të flijimit. Revolucionarët u frymëzuan nga shpirti i qëndrueshmërisë dhe i guximit të Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, gjatë gjithë kohëve. Kryengritja e Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, kishte dimension politik. Ai është një revolucion kundër tiranisë, padrejtësisë dhe shthurjes. Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, ngriti parrullën e reformës. Ai bëri thirrje për liri dhe refuzoi poshtërimin dhe nënshtrimin. Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, nuk kërkon dikë që të qajë për të, por dëshiron që dikush të ndjek rrugën e tij në forcimin e marrëdhënieve me Allahun dhe respektimin e të drejtave të robëve të tij. Paqja qoftë mbi Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi të dhe dëshmorët e Kerbelas. Mallkimi i Allahut qoftë mbi vrasësit e Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të.